Edicioni i 4 i Festivalit Folklorik të Kotës në Bashkinë e Selenicës ka vijuar me natën e dytë duke e kthyer qendrën e fshatit në një skenë të madhe të këngës labe. Artist, banor të zonës, emigrant të rikthyer për pushime dhe vizitor, u bën pjesë e mbrëmjes folklorike ku tradita dhe kultura u ndërthurën në një atmosferë festive. Në skenën e festivalit u ngjitën 8 grupe të polifonisë labe nga fshatrat e Selenicës, por edhe grupe të ftuara nga treva të tjera të Labërisë. Grupet konkuruan mes tyre ndërsa në fund të mbrëmjes u vlerësuan me certifikata pjesëmarrjeje. Fituesi i edicionit të 4 do të shpallet në natën finale të festivalit. Një nga antarët e jurisë, Kristo Qipa, e cilësoi festivalin si një aktivitet me rëndësi të veçantë për ruajtjen e një prej pasurive më të çmuara të kulturës shqiptare, polifonisë labe, e cila është pjesë e trashëgimisë botërore të mbrojtur nga UNESCO. Ai kërkoi më shumë mbështetje nga pushteti vendor dhe ai qendror për organizimin e aktiviteteve të tilla, të cilat sipas tij ndikojnë në afrimin e të rinjve me këngën tradicionale dhe në ruajtjen e identitetit kulturor. E vërteta është që nga nata e parë ishte një surprizë e mrekullueshme dhe kuptoj që edhe nata e dytë me sa shohun nga grupet është një lajm mjaft i mirë për gjithë lavërinë, por kryesisht edhe për gjithë kulturën botërore, sepse kjo këngë është tani tashmë e njohur në UNESCO, sepse brezi e ka përqapuar ai lloj meraku që ishte gjithandej tek jugu, tek kjo kënga rrëçe, kjo kënga kaq e bukur labe, sikur u te kalua, tani vetëm që institucionet qoftë shtetërore, qoftë ato bashkiake, të gjejnë mënyrën, koordinohen për ta patur sistemi zinxhir që të ruhet, sepse ajo ideja që rinia nuk e do shumë të këngë, nuk doli e vërtet, bile duan shumë, sepse ballafaqimi jashtë kufive të atë dheut, me kulturat e vendeve tjera i detyron ata të njohin kulturën e tyre dhe të ballafaqojnë me ata të tjerë. E sot janë 8 grupe edhe 2 përshëndetës së dhjetë, plus që janë 2 instrumentista të instrumentave baritore. Kënga jonë është e pashershme dhe me gjithë sa më shumë festivalet bësh, aq më tepër xhevaire gjën nga kultura e këtij kombi. Të dyja e kanë kopë, por më kryesore ka qenë pikërisht që të brezi i ri ta përqafon dhe gjë që u arrit. Tani del detyra që cilësisht të rritet niveli i këngës. Sot ka zëra të mrekullueshëm dhe teknologjia që kemi na ndihmon për këtë problem, por duhet një punë sistematike. Janë struktura shumë të thjeshta që ndërtojnë shumë kollaj dhe me një kosto gati të papërfitshme, të vlerë të mrekullueshme, ta ruajmë sepse kudo që shkojmë, kudo në botë, nga të gjitha gjërat që ne përcjellim, kjo është kryesorja dhe të gjithë na e pëlqejnë. Është si puna e atyre xhevaireve që i mbulon me dhe. Në momentin kur ti mendoj që ata kanë humbur, njëra e pesh e nxjerr metalin e çmuar lart dhe njerëzit në situata të vështira duan më shumë këngë. Edhe përfaqësuesit e grupeve pjesëmarrëse u shprehën të lumtur për atmosferën dhe pjesëmarrjen e lartë në festival. Ata theksuan se misioni i tyre është ta përcjellin polifoninë labe tek brezat e rinj, në mënyrë që kjo traditë të mos u mbas me kalimin e viteve. Të njëjtin mesazh dhanë edhe këngëtarët e rinj të grupeve, të cilët tanë janë krenar që janë pjesë e kësaj trashëgimie dhe se do të vazhdojnë ta kultivojnë dhe ta promovojnë këngën labe. Kemi marrë shumë evente pjesë, nuk është e kemi. Po, është shumë e rëndësishme sepse tani ka një konkurim, po flas për shumë arsye sepse njerëzit e duan shumë këngën labe. Po ka shumë e ruan sepse ne kemi futur tani djemt e rinj që vijnë pas neve. Do thuash ti që ne jemi akoma të vjetër, po gjithsesi është një gjë që djemt e rinj do ta përfaqësojnë dinjësisht. Me çfarë grupi? Me grupin polifonik të Gjonit. Ato kemi filluar të eksperiencë para një viti, si grup shkollor. Dhe nëse ta vazhdojmë, sepse ishte një eksperiencë pavarësisht se fillimisht nuk ishim atë përvojën e duhur. Në vazhdim me kalimin e kohës, pas shumë provës, pas shumë sfilitjesh të themi, arritëm aty që donim dhe jetë kemi sot këtu. Me thënë drejtën, është një traditë e cila po vjen drejt venitjes, po duket. Nuk shikojmë më të rinj që flasin nga njerëzit me këngë labe. Natyralisht kam dëshirë duhet ta promovojmë pak më shumë kapë. Do më gjallë, është traditë e lashtë. Është një kultura e identitet kombit. Ti bazë së vasterit. Dhe jemi për të parë
Vazhdojmë këtë festival dhe urojmë të gjithë suksese grupeve të tjerë, në radhë parë dhe kolegëve tanë. Është një mendim dhe një dëshirë të gjithëve si bashkëtarë tanë për të krijuar një grup. Dhe kjo u realizua fal të gjithë bashkëtarëve tanë që na kanë mbështetur. Ne shpresojmë të dalim mirë pa për. Si fest është shumë e bukur dhe Kënga Labe është një nga perlat më të bukura dhe më të preferuara të gjithë trevat e jugut. Po eksplorojmë të fëmijët tanë në brezat e me mbrapa e qytetit. Po kem të rinj që e kërkojnë, e dëshirojnë dhe na mbështesin dhe shumë të rinj që janë në brezat e ardhshme. Përveç vlerave artistike, festivali folklorik i Kotës synon të forcojë edhe traditën duke mbajtur gjallë trashëgiminë kulturore dhe duke afruar gjithnjë më shumë të rinjt me polifoninë Labe. Oh,